Ashtu si një vit më parë edhe këtë sezon turistik baret, restorantet e hotelet në jug të vendit po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, duke ofruar paga për punonjësit sezonal në pozicione si sanitare apo pjatalarse deri në 1.200 euro në muaj. Sipas njoftimeve të agjensive të ndërmjetësimit të punësimit në zonat turistike, si Ksamili, Saranda dhe Dërmiu, po kërkohen punonjës për disa pozicione shërbimi. Kërkesa më e lartë është për sanitare në hotele dhe resorte, me paga nga 100.000 deri në 120.000 lek dhe pjatalarse me pagat 120.000 lek në muaj. Ndërsa po kërkohen po ashtu edhe punonjës për çadrat në plazhe, me paga deri në 80.000 lek në muaj. Për të gjitha pozicionet e shërbimeve, përveç pagës mujore, bizneset ofrojnë po ashtu edhe akomodimin me ushqim falas. Drejtuese e agjensive të punësimit pohojnë se këtë vit oferta nga bizneset janë rreth 20% më të larta, krahasuar me një vit më parë, ndërsa për punësimin e grave në pozicione sanitare dhe pjatalarse, kërkesa është e përqendruar kryesisht në hotelet e Vlorës, Sarandës, si dhe zonës së Potamit, dhe pagat për këto pozicione variojnë nga 800 deri në 1.000 euro në muaj. Tendenca për punësime të grave në jug të vendit është e lartë edhe për këtë sezon turistik veror. Edhe oferta e bizneseve deri më tani është në rritje 20% krahasuar me vjet. Kjo tendencë rritëse pritet të vijojë edhe për gjatë gjithë sezonit turistik veror. Siç mësohet, shumë bizneset të shërbimeve po kërkojnë të punësojnë gra vendase për pastrimin apo pjatalarse. 75% e kërkesës së bizneseve është për punësime të vendaseve gjatë sezonit turistik veror. 25% të kërkesës është për punonjës të huaj, edhe 10% për gjatë sezonit turistik veror. Oferta e bizneseve në jug të vendit për punësime sezonale në sektorin e shërbimeve arriti me paga deri në 2.500 euro në muaj.